Domthon, u shkryu me shumë mund, me gjak, edhe me sakrifisat mëdhaja shekullore. Jo një vetë e dy, po shekullore, edhe kështu që dunë mja ditë rëndësi. Prap të përgëzoj që ke bon ndrimin e subjektit, edhe në me ty që bon me ndru, momenti që është ndru, të vonë, vetë vendose që orë në poshtet e di që shumë qytetar e kanë mirë prit, se kanë prit që kanë me ponit madhë. Edhe pse kem qenë skeptik në ndryshimet e mdhaja, po s'paku kom thonjë kanë mundëru sistemet, qasja, ndaj institucione, ndaj individit, po fatkeqësisht, njëtin fat e kanë vazhdu njëtë, veç edhe më stamë dhe ma keqë, sepse ju ka dashtë kohë me kuptu që shteti nuk është veç me zoni karrike edhe që hecë vetë, po e kanë kuptu me bonesë në qëtet, pavarësisht që jemi një pozicion politik, do të maksimumin e maksimumit me jo për me kriju narracion të mirë edhe pozitiv në punën edhe përgjësi që i merë. Mira, t'ja u gjujmë pak topin edhe partive dyta dhe treta. Pse këta për shembull nëse e din që si ka numrat për qeveri, pse nuk thojnë hajde pe votojmë krye kuvendaren, edhe ti ekspozojmë që si ka numrat për qeveri edhe të një ta bojnë një qeveri vetë, si parti opozitare. Që ta mërmendja, që kishtë ndodhë në këtë rast? Unë pajtona, po dhe me një intervjist në një televizion, dikun tjetër e kom thanën që partit opozitare, 2, 3, 4, që ka e në rënd, nëse e votojnë, dhe thonë, fillon kjo antisulmi që e votu një diçka që se paton që kondorët më votu ma heret, edhe ko përgjësia që nuk është votu deri tash. Dhe thonë, bara, nëse votojnë që të fasë, bara i kalon në opozit sepse se kanë votu Albolena. Dhe thonë, partit tjera janë në të shtresin se nëse votojmë pse kam pri deri tash, do më fillon problemi tjetër sulmi i vazhdueshëm se u kondash me votu me kohë. Kështu që atë në konfliktin tërheqës në psikologjit pirët një termë është konflikti i tërheqës dy fesh që nuk din a me votu, mas me votu. Dy ato është në zhargoni popullor është thikë me dy teha që ndyon të pret. Dhe më thonë, ndyon të thikës shkëpton plak. Kështu që unë prap menoj kisha dasht, mos me qenë fajtor veç e para, po nuk ka zgjidhje tjera. Dhe më thonë, vllai i madh e ka mundësinë më të mirë të mundshme, kushdo që shkon me vllahun e madh, domethënë me partinë e parë, ju fituese të zgjedhjet, i ka mundësitë me kriju diçka, sepse në Kosovë nuk ekziston legjislatura që veç me dali parë dhe me kriju gjitha institucionet, po është ndërtu sistemi politik, institucional, kushtetues që me marrëveshje politike, me numrat në kuvend, më ndërtu institucionet e vendit. Prap, unë përshfrytëzoj mundësin edhe në televizionin në EU, që është kohë një televizion i shikum, me thonë që gjitha partit që janë në kuvend, pavarësisht që minoritetet janë kategori kushtetuese, duhen me shqyrtu problemin e vendet të rezervume, se në Kosovë jetojnë 4% minoritete, ndërsa 10% të kuvendit e kanë të uzurpuar me vendet të rezervume. Kështu që po shihet që minoritetet janë kogja penges, jo penges i minoritet, po numri madh në kuvend i deputetëve po shihet kontrabandim i vota, e dim që para këtyre zgjedhjeve ka qenë Ardiana Hoxhić, që domethënë ka marrë vota ku nuk jeton asnjë bosnjak. Kemë edhe raste tjera ku ka minoritete tjera që nuk janë të regjistruar asnjë minoritet i komunitetit caktuar, po vota kanë marrë në ato vende. Kështu që vendet e rezervuara janë veç për minoritetet ku jetojnë minoritetet. Kështu që duhen partitë për hir të shtetit, vendit, ta diskutojnë edhe këtë pjesë, mane nuk besoj që do të kemë ngërshje politike si sot, nëse edhe 10 deputet ju shtohen partive në vend, dhe thonë nuk keme pas këtë ngërsh politik që e kemë sot se në Kosovë jeton vish 4% minoritete, si pas regjistrimit fundit edhe regjistrimit të para fundit. Dhe thonë, 2 regjistrimet e fundit që jenë botë të popullsisë në Kosovë, nuk jetoj ma shumë se 4% minoritete. Hajde për ja falim edhe një 5%, me 5% nuk më me bloku 10% kuvendit me deputet. Sepse vendet e rezervume po të regojnë që nuk kanë ndjesi për vendin, po duhet më mësu mjavdhonën, po me respektu prap shtetin e Kosovës, jo për interesa politike me bloku